Cila është gjëja më e rëndësishme në jetë? Ka shumë gjëra të mira dhe të rëndësishme. Të kujdesemi për njëri tjetrin, të jemi të ndershëm, të jetojmë si njerëz të mirë dhe të tregojmë mikpritje. Por, a është kjo vërtet më e rëndësishmja? Mendo sikur të ketë diçka edhe më të madhe. Diçka që jep kuptim të gjithë këtyre dhe që na bën vërtet të duam të tjerët. Në katekismin e Kishës Ungjillare Luterane të Finlandes përmblidhet kështu: Perëndia e ka krijuar njeriu për një jetë bashkësi me të. Prandaj zemra gjen paqe vetëm tek Perëndia. Të njohim Perëndin dhe shpëtimtarin ton Jezu Krisht dhe të bëhemi fëmijë të Perëndin është çështja më e rëndësishme e jetës. Pra, gjëja më e rëndësishme nuk është vetëm të jetojmë mirë, por të njohim vetë Perëndin. Të kuptojmë kush jemi, pse jemi këtu dhe ku po shkojmë. Dhe këto janë pyetjet mbi të cilat do të ndalemi me thellë në të ardhmen.